Lubi Balluku është historia me turpshme e një vendi në cilin kreu i organizacë kriminale përdorë si mburoj atë për të shpëtuar veten e tij. Për të shpëtuar veten e tij. Do t'u regjistrojeni mundësisht dhe u ftoj qytetarët ta regjistrojnë memorien e tyre. Garantoj se sot në planet nuk ka një kryeministër të dytë si Edi Rama i cili prapa çdo firme të ketë një vjedhje. Nuk ka. Prapa çdo vendimi të ketë një vjedhje. Nuk ka. Nuk ka. Ndaj dhe kjo që shifti me Ballukun ka të bëj vetëm me këtë që thash. Ju morët vesh. 10 ditë më parë i dha vllau të vet 30 me 2-3 vendime me firmë nominale, 38.000 metër katror tokë, 37.000 tokë publike. Pasi ka vjedh vetë bazat e ushtrisë, Limjone me radhë, tani është kthyr reparteve me vllain e vet dhe u rëmben tokën me emër. Me emër. Nuk ka. Në çdo vendim ka vjedhje. Në çdo vendim ka vjedhje, ka plaçkitje. Ndaj dhe ai nuk mundet kursesi të pranoj heqjen të se shkon vetë, të shkoj para drejtësisë, po do a çoj sovrani. Zot Berisha, ndërsa ju paralajmëroni